Kuvendi ka miratuar ligjin mbi barazinë gjinore. Pas debateve maraton, ligji më i debatueshëm ka kaluar me 77 vota pro dhe 36 vota kundër. Kreu i grupit të PS Tauland Balla deklaroi se janë bërë ndryshime në ligj, duke hequr ato përcaktime që janë bërë objekt debati. Gjini ishte në variantin e parë. Sipas këtij ligji ka kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë së mosdiskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore. Rishkruhet, gjini nënkupton rolet e ndërtuara në kontekstin social, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që një shoqëri e caktuar i konsideron të përshtatshme për gratë dhe burrat. Përkatësia e shumëfisht ishte, dëgjojeni me kujdes, ndërlidhja, kombinimi i gjinisë me karakteristika të tjera si mosha, aftësia e kufizuar, prejardhja e migrantëve, etnia, orientimi seksual ose prejardhja socioekonomike. Ndryshon dhe bëhet përkatësia e shumëfisht, ndërlidhja, kombinimi i gjinisë me karakteristika të ndryshme të parashikuara në legjislacionin në fuqi për mbrojtje nga diskriminimi, tha Balla. Por pse shkaktoi kaq shumë debat ky ligj? Fillimisht kur projekt ligji u hodh për konsultim publik në mars 2025, përkufizimi ishte i qartë dhe i ngushtë. Gra dhe burra, në kuptim të këtij ligji, nënkupton edhe vajza dhe djem, por gjatë procesit të konsultimeve, Aleanca LGBTI kërkoi që ligji të mos kufizohej vetëm në 2 kategori gjinore, por të përfshinte identitete të tjera, siç ndodh në shumë vende perëndimore që kanë njohur realitete gjinore më të larmishme. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e pranoi këtë propozim dhe në versionin përfundimtar, tani më termi gjini merr një kuptim të ri juridik. Gjini, sipas këtij ligji, ka kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore. Ky ndryshim u reflektua edhe në nenet të tjera të ligjit, duke e bërë të qartë se nuk bëhet fjalë vetëm për një modifikim gjuhësor, por për një ndryshim konceptual dhe ligjor, që njeh kategori gjinore për të burrit dhe gruas. Megjithatë, ligji nuk përfshin një listë konkrete të gjinive jo binare, duke lënë të hapur interpretimin dhe zbatimin praktik. Në debatet ndërkombëtare janë identifikuar deri në mbi 70 identitete gjinore, nga më të zakonshmet si jo binare, queer apo agjinor, deri te kategori më të veçanta.